për çfarë ne jemi të lumtur është fakti dhe fati që jetojmë në një vend ku vija bregdetare është për t'u admiruar nga drejtiku në jonë. Në fakt, bashkë me dëshirën e madhe për të pushuar edhe zgjedhjen e një destinacioni apo një plazhi specifik, privat apo publik, sigurisht vjen dhe përgjegjësia për të zgjedhur një hapësirë që është e sigurt për ne. Dhe si ndodh kjo? Duke respektuar një nga ligjet më të rëndësishëm ku aty duhet të jetë prezent një roje bregdetare në një hapësirë specifike të caktuar që të kujdeset për çdo situatë papritur. Për të kuptuar punën e një roje bregdeti në vendin tonë, sfidat, peripecitë, kujdesin dhe këshillat që ai ka për gjithë qytetarët që drejtohen Shqipërisë për të pushuar këtë vit, ne diskutojmë me Gjergji Gjatën në studio, i cili është roje bregdetare. Gjergji, mirë se vjen këtu. Mirë se vjen, kënaqësi të kemi në studio. Në zonën e Vlorës ku ti kujdesesh që dietët tua ti përçosh tek brezi i ri. Po, të trajnojmë plazhit, ne i trajnojmë si federat dhe i certifikojmë. Sigurisht. A ka interes, është pyetja ime e parë, që sot të bësh një roje bregdetare në vendin tonë? Interesi këto 2 vitet e fundit është pak në zbritje, për arsye sepse hapësirat publike janë Shqipëria ka më shumë hapësira publike që menaxhohen nga bashkia. Sepse privati për të marrë të drejtën e ushtrimit të profesionit... Ka disa kritere që duhet i respektoj. Po, ka disa kritere që duhet patjetër të ketë vrojtuesin e plazhit për të marrë licencën për të hapur biznesin e tij. Ndërsa bashkia ai jap kakullën e vrojtimit, por pa vrojtues plazhi për fat të keq. Pra, qëndron vetëm kulla, po thua. Po, kullat janë. Aty të rri kullat. Po, kanë edhe një tabel që thonë kujdes, këtu nuk ka vrojtues plazhi. A, nuk ka? Po, ka një informacion para prak, por kjo nuk është zgjidhje duke dhënë një informacion që këtu nuk ka vrojtues plazhi. Në qarkun e Vlorës, Bashkia Fier me kryetarin e bashkisë kam komunikuar që në muajin mars dhe është e vetmja bashki që ka shprehur interes. Po, ka trajnuar 8 vrojtues plazhi. Ndërsa bashkitë e tjera Vlora ka vetëm 3 vrojtues plazhi që janë aktiv te plazhet publike. Te kur thua Vlora, bashkia apo gjithë vija bregdetare? Po flas për bashkinë Vlorë. Bashkinë, jo, nuk po flasim në nivel qarku. Gjergj, ti i trajnon të rinj që t'jenë aty për të dhënë ndihmën e parë në çdo situatë, por gjithashtu edhe të sinjalizojnë kur nuk duhet të futesh drejt drejtit. Cili është komunikimi që roja bregdetare bën me qytetarët dhe qytetarët duhet të jenë vigjilent? Po, ka sinjalistikën, është sinjalistika toksore dhe sinjalistika ujore. Sinjalistika toksore është nëpërmjet flamurëve ne sinjalizojmë që flamuri i jeshil është që ata mund të bëjnë plazh, flamuri i verdhë është ka një valzim pak të lartë dhe duhet të kenë kujdes, personat që nuk dinë not e mira është mos të futen dhe flamuri i kuq është rreptësisht i ndaluar pjesa e notimit. Qartë, mirë, Gjergj, ajo është mjeti shpëtimit Baywatch. Çfarë mban me vete të cilat janë mjetet e punës së një roje bregdetare? Po, duhet patjetër të ketë kutinë çantën e ndihmës së shpejtë, duhet të jetë në një vend me hije sepse ka disa medikamente që mund të prishen nga dielli, prandaj gjithmonë vrojtuesit e plazhit duhet ta mbajnë në një vend të sigurt. Janë mjetet e shpëtimit që është Baywatch që ka marrë në studio. Ka rul statik që sidomos në plazhet e grupit taj që janë plazhet ranor, plazhet me rër, duhet jetë patjetër sepse distanca ku do shkoj personi për të bërë not është shumë e madhe. Si funksionon? Baywatch, mjeti shpëtimit Baywatch vendoset në... Mund ta vendos? Patjetër, mund na tregosh. Prandaj pyes. Okej. Po. Qartë, interesante. Sepse me thënë të drejtën, vetëm e kemi parë. Po. Se çfarë është, por nuk mendoj që në praktik. E ki parë Baywatch filmin e tij, Alba? Sigurisht që po, dhe unë jam e sigurt që ti e ke parë më shumë se unë, por... Se profili juaj ka frymëzuar edhe kineman i punës që ju bëni, po ndërkohë në jetë reale ka një sfida shumë të mëdha, për cilat filmat apo serialet nuk ka. Si funksionon? Tregoj tani. Po, vendoset në mënyrë të tillë nga vrojtuesi i plazhit. Asnjë nuk duhet të futet pa... Po, asnjë nuk duhet të futet pa mjet shpëtimi, bëhet në dorën e majt ose nëse ata kisha vendosur në dorën e djathtë dhe në momentin që hyn në det, idhet pjesa e mjetit të shpëtimit dhe shkon me not, gjithmonë duhet ta ketë mos ta humb personi që po rrezikon jetën, sepse dallgët mund të jenë të mëdha dhe në momentin që e humb është e vështirë pastaj për ta gjetur. Pra, në momentin që personi i cili po mbytet, do të thonë roja bregdetare mbërrin te personi i cili po mbytet, Baywatch i kalohet personi që po mbytet? Jo, në momenti unë shkoj me mjetin, normal që kalitarin që më ndjek gjithmonë nga mbas. Në momentin që i afrohem personit të rrezikuar,
qëndroj diku të 2 metra larg, nuk i afroj me njerë, sepse ju thash që të japësh ndihmën e parë në det, ta nxjerrësh këtë person është risku shumë i madh. Po, se është ta shpreh mbyturit të mbyt. Po, rreziku është shumë i madh dhe në momentin që unë i afroj më tepër se duhet, atëherë në momentin që ai më kap, rrezikoj jetën të dy. Prandaj qëndroj 1 metër e gjys, 2 metra larg, i flas personit, edhe në qoftë se ai nuk është agresiv, përsëri unë duhet të siguroj veten time në radhë të parë, pastaj t'i vi në ndihmë personit. Në momentin që personi bet agresiv, unë zhyte me njerë poshtë dhe i dal nga mbas. Blokoj levat, kratë e ti, e blokoj personin, i vendos mjetin e shpëtimit para dhe dal me mjetë shpëtimit. Mjetë shpëtimit në mban të 2 vembi ujë që bën e bën të lehtë edhe nxjerrjen e personit që po mbytet. Gjergji, Joni apo Adriatiku është deti më rrezikshëm? Ku duhet jemi më të kujdesshëm se rastet nuk kanë munguar në fakt fatale? Më shumë këtë vit janë Adriatik. Përse, çfarë ndodh? Edhe një det që duket i qetë. Arsyeja është sepse njerëzit krijojnë më shumë vetbesim në detin Adriatik sepse është mbi sekët. Dhe duke ecur gjatë, mund të filloj nga momenti në moment që të filloj dallgëzimi. Ose mund të ketë dallgëzim dhe nuk është se e kuptojnë personat që nuk janë të kësaj fushë. Në momentin që ndodh dallgëzimi, rëra gryhet nëpërmjet dallgëve. Dhe në momentin që atyre nuk e kapin këmbët në tokë, i ka paniku. Panikose, po. Normal, ne besoj se edhe ju dini not. Nuk në momentin që ri i qetë ose bën not, nuk është se zytesh asnjëherë poshtë. Në momentin që bën lëvizje të jo të sinkronizuara, atëherë do shkosh më thellë dhe rrezikon mbytjen. Kjo e bën personin që në momentin që atyre nuk e kapin këmbët në tokë, të panikosen dhe më pas ndodh ajo që humbja kontrollit, ai ataku i paniku që ndodh dhe automatikisht mund të përfundojë deri në mbytje. Gjergji, sa vite u bën në këtë profesion? 2020 që jam... Pra, thuajse 6 vite. Po, 6 vite dhe 3 vjet kam qenë në teren për t'i ofruar shërbimin edhe... Pra, 9 vite. Jo, brenda këtyre 6 viteve, 3 vite kam në teren për t'a ushtruar këtë profesion. Se ti edhe djali i ri dhe do të bën goxha vite, jam i sigurt në këtë profesion, por gjatë këtyre 6 viteve, ke një situatë që mban mend të dikujt që po mbytej, po që ka shënjuar në memorien tënde dhe ti e ke shpëtuar? Shkon, në momentin që je në vendin e punës, po thuaj se ditë për ditë ka problematika të ndryshme. Si në pjesën e detit, ashtu dhe në tokës, edhe në tokë janë problematika shumë të mëdha. Personat që kanë më shumë problematik janë ose personat që nuk din not, ose personat që kanë probleme me shëndetin e tyre, që më pas sjell probleme kardiake dhe për fat keq edhe fatalitetin pa u futur në... Ke një rast për cilin një shumë krenar për veten? Krenar ka pas rast me një fëmijë që jam dallga, sepse kam punuar në detin njon dhe shumicën e rasteve ndodhin shumë pranë bregut. Po s'është i thellë. Dhe ka pas shumë raste që fëmia duke lozur me nënën ose me babain e tij, ja u ka marrë dallga fëmijën, ja e ka goditur kokën mbas gurve dhe më pas është dashur ardhja ambulancën, e kam nxjerr nga uji, kam bërë kthimi në pozicion sigurie dhe më pas ka ardhur ambulanca, është pak me vështirë me fëmijët, është më emocionale. Pastaj me persona të tjerë, kam pasur persona që kam thënë mos u fusni në ujë dhe pastaj kam rrezikuar dhe jetën për t'i shpëtuar. Unë bashkë me vrojtuesit e tjerë që kanë qenë aty pranë normalisht. Sot kemi Gjergji si përfaqësues i gjithë atyre që bëjnë këtë punë fisnike. Desha të ndalesha që vrojtuesi i plazhit ka një vijë lineare 80 metra që ushtron profesionin e tij. Por ngjitur ke edhe 2 vrojtues të tjerë që janë të plazheve ngjitur, kështu duhet të funksionojë. Dhe në momentin që ndodh një problematik te plazhi jot, Fred Birbili, vinë dhe vrojtuesit e tjerë dhe janë më shumë njerëz që janë të aftë për ta bërë këtë lloj veprimi. Prandaj po them që të gjitha plazhet duhet ta kenë vrojtuesin e plazhit, sepse ju vinë akoma më shumë në ndihmë personave. Sigurisht, Gjergj, nëse dikush pranë meje po mbytet, unë nuk kam një trajnim për qëndrojë bregdetare dhe nuk e kam marrë një trajnim nga ti. Si duhet veproj për ta ndihmuar? Pa rrezikuar dhe veten, por duke gjithmonë zgjedhur... Shko, edhe unë që jam vrojtues plazhi, jam i trajnuar, trajnoj personat të tjerë, marr një risk kur futem për të shpëtuar personat që rrezikojnë jetën. Prandaj, unë
them, më mirë shkojmë në një plazh ku ka vrojtues plazhi se sa të shkojmë, sepse nuk kalon më logjik, kalon emocionale në momentin që ti do futesh për ta shpëtuar këtë person, sepse personi nuk është i trajnuar. Kjo do bënte që personi që do shkonte për të ardhur të rrezikonte jetën. Po, kemi parë shumë raste, si vitet e kaluara edhe në qytetin e Vlorës që kanë shkuar për të shpëtuar familjarët ose miqtë e tyre dhe kanë humbur jetën, por edhe në rastet e si vjetme që përsëri kanë shkuar për të ndihmuar familjarët dhe nuk janë kthyer të dy. Prandaj vrojtuesi i plazhit është e domosdoshme, nuk është thjesht një figurë që duhet jetë në plazh, është diçka e domosdoshme për sigurinë e kujdesit ta frekuentojë hapësirën. Qartë, a mund ta thuash me sa informacione dhe sa eksperiencë ke, cila është zona më rrezikshme për të notuar në Shqipëri, gjatë gjithë vijës? Shko, janë disa nga Vlora është pjesa Bazdalanit që ka tabel të madhe që thotë këtu nuk lejohet notimi sepse ka rryma shumë të forta që personi mund të rrezikojë jetën, madje ka numër, ka njerëz që notojnë. Se? Shko, njerëzve ka vrojtues plazhi, i u thua mos u fusni në ujë sepse rrezikoni jetën, është flamuri kuq, dhe ata shkojnë diku tjetër ku nuk i shikon vrojtuesi i plazhit dhe përveç se futen vet, fusin dhe fëmijën e tyre që kjo bëhet akoma më e rrezikshme. Ky ka qenë rasti fundit vjet që kam shpëtuar një nën me një fëmijë 1 vjeç e gjysmë, kur unë kisha ngritur flamurin e kuq, valëzimi ishte shumë i madh, kishte rryma të forta, ka shkuar 200 metra nga vrojtuesi i fundit që ka qenë në atë plazh dhe me fëmijën me komerdare është futur në ujë. Normalisht u futën vrojtuesit, kam njoftuar policin kufitare, erdhën dhe ata me mjet lundrues, por në fund ishte pozitive, shpëtuan të dy. Fatmirësisht shpëtuan të dy. E di çfarë po mbres sot unë dhe Surijani, që në një pjesë mirë të kohës dikur në brezin ton, noti mësohet nga prindrit. Sot të gjithë fëmijët janë në kurs të noti, një pjesë e mirë e tyre. A janë notarë të mirë të vegjëlit sot fëmijët? Si të duket ty nga situata që shen terren? Shko, se një pjesë e prindërve kanë zgjedhur ta bëjnë këtë gjë, t'i dërgojnë në kurset të posaçme. Fëmijët që shkojnë për kurse noti normal që kanë aftësi më të mira notuese, por edhe ne që ma kanë mësuar prindrit, ka pas edhe një gjë të mirë, që prindrit nuk i ndanin syt na ne, sa doli na mësonin, na linin në ujë, na jepnin atelierin ton, por ishin gjithmonë të fokusuar te ne. Po sot çfarë ndodh? Sot ndodh, prindi është te kafja ose me telefon në dorë dhe fëmia është në ujë. Realisht kjo. Po, madje ka raste thonë, launi këtu që është vrojtuesi i plazhit dhe detyra e tyre mbaroj, por vrojtuesi i plazhit nuk mund të shikoj fëmijët që ka aty sepse duhet të shikoj persona që rrezikojnë jetën. Prandaj ka ndodhur edhe kështu. Ndodh gjithmonë. Gjithmonë i sjellin për dorë te gabina ku është te kulla e vrojtuesit të plazhit. Thon, këtu është vrojtuesi i plazhit, këtu do lahesh, i thon fëmijët. Dhe i ka deri te kafja. Ikin ose në telefon. E kjo nuk është një sjellje normale. Deri në 16 vjeç, tani 16 vjeç që është i rritur, por deri në 16 vjeç duhet jetë me prezencën e një të rrituri. Prindi ose kujdestari çdo fëmijë. Sepse në 16 vjeç quhesh infantil. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe punë të mbar pas sezon me sa më pak raste mbytje, urojmë shumë mos zgjojmë asgjë dhe mbi të gjitha faleminderit për punën fisnike që ti dhe kolegët tu bëni. Gjithmonë mirë pritur. Publikut i themi, mirë, pasi morëm këtë shije të një roje bregdetar, është momenti shkojmë tek edicioni informativ i lajmeve, të mësojmë se çfarë ka ndodhur me vendin tonë dhe ne rikthehemi me mesdrit me dy situatë shumë interesante.